Po ishin sa të çmendur që organizoheshin, ishin edukuar të ishin speaker, skenar, regjizor, artist. Po ky grup ishte një të çmendur, por që të arrinin në skenën njerëzore i duhet pak punë dhe morën një zuin, si ishte më i madhori në fuqi. Dhe të gjithë të lumtur se gjetën personin si mund të krijonin skenën në gjithë njerëzin. I thonë një zujit duke qarë poshtë këmbëve të zujit: "Të lutem Jezu, të lutem Jezu, unë dua të punoj me njerëzit skenë, nuk më pëlqen aktrimi." Kështu qanë shumë femra, shumë meshkuj të këmbët e Jezuit. Jezuit i dolën lodhë dhe u mbush një det dhome. Unë them dhome, por Alketa mbyll dritaret që mos mbusheshin gjithë dhomat. Dhe pushuan derisa i arriti te qafa, po u ngritën nga këmba e Jezuit dhe ishin pak më të qata se Jezu. Jezui u mbyt sepse ato ishin 3 metra dhe Jezui ishte 2,30. Alketa ishte e shkurtër, mbyt e para, por 2 herë dritaret i mbylli që mos mbushin gjithë dhomat me ujë. Basi u mbyt Jezui, ato u trembën sepse realizimin e planet do t'ja kthinin Jezui. Do të thënë Jezui do realizonte planet e ëndrave të tyre. Dhe kështu nuk qanë më dhe u tha sepse erdhi dielli dhe tha ujë në dhomës me një herë. Po ju lut Alketa e mbytur, të lutem, i thot diellit, dhe 1 sekundë u mbytem. Jam në detin e dhomë Jezu me dashunoret e tij. Dhe kështu vjen dielli dhe shef Alketën të gjunjëzuar, po jo tek Jezui, por tek Allahu, duke thënë: "O Allah, ndihmoje djalin se po mbyt Alketën dhe shumë njerëz." Në këtë kohë than dielli me nxehtësi të madhe ujin dhe zgjon Alketën, zgjohet Jezui. Ato ishin pak më të qata si gjeti, që vetëm qeshnin që u lumturuan sepse Jezui erdhi në vete dhe do realizoj planin e atyre dashnorëve të tij të mrekullueshme. Alketa iku fshorzi se ato vetëm me rafinatën. Dhe basi morën Jezuin në qerasë në një restorant të madh, quhej Alketa Muka de Bilja. Aty te restoranti ka keni lek, se unë s'kam lek, i tha Jezui. Kemi ne ç'keti, ne do bëhemi regjisorin e njerëzimit që të bëjmë lek, se ndryshe ne ngelim pa bukë. Dhe kështu vajzat blej një gjë në restorant, blej një gjë tjetër. Kush jeni? Jemi shoqet e Alketa Mukës. Na ka thënë të ham këtu. Okej, mbushën tavolinën plot, ishin gati 15 femra dhe 16 me Jezuin. Hangërën shtopën me të ngrënë bashkë me Jezuin. Jezui tha: "A i the emrin tim?" "Po, emrin tënd." I tha: "Më është Jezui, restoranti Jezuit." Okej, tha se s'do i thosh. "A e kupton sa jo dua?" I tha Jezui. "Po i qoras unë, e ngopët barkun?" "Po, e ngopëm." Dhe po në diamantët s'ka rëndsi, ka rëndsi çka trohet Alketa. Dhe vajzat e lumtura se hëngrën shtopën nga Jezui, thanë se kush është skena e parë Alketa, sepse me Alketën e kemi punët, na pëlqeu shumë dreka dhe darka. Me ty do ham, po Alketën do ta vrasim. Dhe kështu bërëm plane duke vrarë Alketën 1 herë, 2 herë, 3 herë. Dhe u kënaqën. Pastaj nga që u kënaqën, filluan 1 herë, 2 herë, 3 herë me të pasurit e tjerë dhe u kënaqën. Pasi u kënaqën me 2-3 herë në tjerë, tani kanë ardhur sot për Alketën. Jo sot, kanë që mot. Ka më shumë. Po skenari sot që më është Alketa do vritet prapë. Por dje skenari ishte që Apli fshorazi, si bën fshorazi Aple, i gjuajtë me plumba në fytyrë mbas djegjeve të forta të varet që fshorazi i bën me kë i bëndi me Sisi. Ishte Sisi. Po Sisi krenohet Sisi se dëmtoi Alketën. A e kupton që unë komandoj, thot Sisi. Po i quajt Leta. Jo, s'jam Leta, thot, jam Sisi, a e kuptove, komandoj unë, jo Leta. Dhe kështu Alketa vetëm digjet, coptohet, goditet. Jezui është i lumtur krenar. A ju thash që me mua do jeni të lumtura?
Po thonë gjitha 15 femrat, me ty jemi të lumë, skenën realizuam, aktrimin realizuam, pare po marrim, po vjedhim dhe qa, faleminderit Jezu për qafon njëra ngull thikën, për qafon tjetra ngull thikën, për qafon tjetra. Gjithmonë për qafimit e kishim me një ngullje thike në zemër, po ngullja thikës në zemër ishte puthja e buzës. Dhe kështu, mas ju puthe në buzë me Jezuin e dashur, që i lumturoj shumë femrat e tij. Sot kam plane më të bukura që duhet vrarë Keta, të digjet Arketa, të shqyet Arketa. Ti ishte te kanali Otrant, ose Arketa, përveç djegjeve të mëdha, pas tjetrës, pas dhe goditjeve. Atëre Duri dhe Aple do jenë gjithmonë jashtë skenarit, do jenë fshehurësi mbas perdës. Por skenari nuk është në film video, por është film teatr. Gjithmonë rrinë mbas perdës. Po kur rrinë mbas perdës zëvendësohen me dy budallënj që janë Loli dhe Coli. Mund të them që është ai, si quhet ai. Janë dy budallënj që kanë krijuar shumë shpejt. Po. Kanë arritur shumë shpejt me dy njerëz të bëhen budallënj. Ata i thonë po, do rish tu ose të vdiqja apo lëvizje. Po shef, po komandant. Dhe kush është shefi? Aple apo unë, i thot Duri. Ti Dur. Aple, ti. Fshehurësit se kanë frikë dhe Aplen. Dhe kështu të dy kishin realizuar planet e budalloku tru dhe ishin okay për si punëtor të Durit. Dhe Duri dhe Aple ishin për gjithë tjerë sepse kishin punë me skenën brenda në aktrim, por pa dëshirën jo pa dëshirën, po gjëja ishin ëngjit që shpëtonin Alketën. Dhe vrisin Alketën dhe pastaj mbasi vrisin Alketën rinin mbas derës duke u lutur në gjunjë. Se ishin dy budallënj që kishin shkatruar shumë shpejt. Dhe ulen në gjunjë dhe thonë, o zot ndihmoj Alketën, shisi e bravo, ai shisi dhe ishin vetë që e goditën dhe copëtuan Alketën. Por në momentin që mbaron të gjithë teatri kombëtar që ishin skenar, Jezui, Duri Aplenetave ishin nga mbrapa perdës, po Infiniti, Jogeni dhe shokët dhe shoqet e Jezuit që janë të prodhuar nga Duri, por Duri thotë janë të Jezuit. Dhe mbasi mbaroi skena, duar tërkistën, jo nuk duar tërkistën, ishim shko poshtë karrike, të gjithë ishin shtrisë sepse Aple kishte vënë shumë punëtor lart skenës dhe kishte goditur të gjithë me plumba në kokë. Sepse Aple tha njëri të flas nga këta. Po kishte gjuar njërin dhe marrë numër policie. U alarmua truri Duri dhe i tha shpita, blokoj atë, ai i blokoj të gjithë, sepse kuptoj që ishin në seri. Po, i quajti pika 1, pika 2 tjetër që është paralel 4 këndësh që pritën në këndin në pikën epiqendrës 90 gradë. Po kishte 10 epiqendra 90 gradë. Po, kishte edhe 10 rrumbullake që ishin 360 gradë. Po, unë isha gjithmonë në pikën e 360 gradëve, në mes, po gjithmonë në skenë, jo në sallë. Në sallën e klient, kështu që i quajnë këto. Jo klient, se quajnë klient. Që quajnë më skenë, jo në skenë, si quajnë ata që futen në shojnë në skenë, si quajnë ata? Spektatorët, se unë harrova emrin. Kështu që Jezui ka realizuar planet dje ulërita sepse kanë të drejtë, sot e ulëras më shumë, po problemi është që kur ulëras ju më diqni më shumë. Problemi është që më shpëton zhura. Që se Loret thot Jezui. O Jezu të shumë zhura. Po se ta tregoj do në mërtja. Po ulem gjunjë. O Jezu. O Jezu. Po pse i kërë gash artisti su. Po 50 vjetë mërtjeru për talent. 50 vjetë la Alketa, se e brave. Dije për talent, o Jezu, shpirë qanë zemër, dritë jetë. I bukrim. Po s'na zëmë, po, ka vendosur të më çmendë Aple se do lekët e mia. O Aple, po ke diamante, i shko merë ca diamante, mblidhe mendjen se po i shkallon gjithë njerëzit nga trut për ca pare të shkretën. Apo puna jote është vetëm bjerë e goditë. Aple i mbaroi të gjithë punët, derisa i shkoi çurk, por nuk mbushet një dhomë.
Mbushen shumë dhoma vetëm me njerëz, jo me ujë. Të vrarë nga